Një valë e re sulmesh iraniane goditi gjirin persikët të diel që përfshin Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Bahreinin dhe Kuvajtin. Këto pamje tregojnë një ndërtesë qeveritare në Kuvajt të përfshirë nga flakët gjatë natës pas një sulmi me dron. Sulmet e reja vijnë vetëm disa orë pasi presidenti iranian Masud Pezeshkiani kërkoi falje vendeve të rajonit, ndërsa apeloi që ato të mos i bashkoheshin operacioneve amerikane. Deklaratat e tij duket se nuk kanë qenë të koordinuara dhe kanë nxjerrë në pa një përçarje mes udhëheqësisë së Iranit, e cila siç është njoftuar në media po bën përpjekjet e fundit për zgjedhjen e liderit të ri suprem të vendit. Nga ana tjetër, sulmet amerikane e izraelite ndaj depozitave të karburantit në Teheran janë intensifikuar gjatë natës. Shpërthime të mëdha dhe shtollu nga tymi u panë edhe në vende të tjera të Teheranit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se nuk është më interesuar për negociata të mëtejshme me Iranin. Nuk mendoj se do të mbetet më njeri atje që të mund të na thotë ne dorëzohemi. Në të njëjtën kohë, ushtria izraelite ka vjuar fushatën ushtarake ndaj Hezbollahut në Liban. Të paktën 16 persona janë vrarë nga bombardimet në sulmet ndaj Beirutit.